vazhdoja me një tjetër gazetare dhe gjithashtu prezantuese e cila është Kristina Korra. Bravo Kristina! Mirë se vjen në sklesit. Mirë se u gjetë. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur kolegë aktivistë dhe gra të forta, sot nuk jemi thjesht në një aktivitet. Sot jemi në një ditë reflektimi, dëshmie dhe guximi. 25 nëntori është një thirrje botërore kundër dhunës, po për mua si gazetare është një kujtesë e përditshme e historive të dhimbshme që kam dëgjuar, shkruar dhe parë nga afër. Në punën time kam takuar gra që kanë mbijetuar në dhunë fizike, psikologjike, ekonomike dhe emocionale. Gra të cilat kanë mbajtur plagë që nuk shihen me sy, por që rëndojnë çdo ditë mbi shpirtin e tyre. Dhe megjithatë, ato gra kanë një forcë që pak kush e kupton. Ato kanë diçka të pathyeshme brenda vetes që i ngre në këmbë dhe kur bota u bie mbi shpirt. Dua të flas për një grup të veçantë, për gratë dhe nënat që vijnë nga realitete të vështira, nga izolim, përjashtim dhe mungesë të drejtave elementare. Gra që kanë jetuar të kufizuara, të heshtura, të privuara nga zgjedhjet dhe liria e tyre. Ne kemi përgjegjësi të jemi zëri i tyre, të japim hapësirë të drejta dhe dinjitet. Por sot dua të flas dhe për gratë shqiptare, për nënat tona që sakrifikojnë në heshtje, për motrat që janë pulesa jonë, janë forca jonë e fshehtë, për bashkëshortët që mbajnë familjet në kurrizin e tyre dhe japin dashuri dhe nuk marrin gjithmonë atë që meritojnë. Dhe dua të them çdo gruaje shqiptare, ti nuk je vetëm, ti nuk je fatori, ti nuk e meriton dhunën, ti meriton siguri, respekt dhe një jetë pafrikë. Faleminderit. U drejtohem dhe burrave dhe djemve. Ndihmoni, reagoni dhe mos u bëni spektator. Dhuna hesht kur heshtin burrat dhe ndalet kur ata ngrihen për grave. Si gazetare, unë premtoj se do të vazhdoj të flas, të vazhdoj të tregoj historitë që dikush përpiqet i fsheh dhe do të vazhdoj të ngrej zërin atje ku nevojitet më shumë. Faleminderit që jeni këtu sot, faleminderit që